Rruga për Qerret, gjatë dimrit, më thjesht mund të përshkohet me kafshë se me makinë. Jemi në zonën e Elbasanit dhe fshati ku po shkojmë ndodhet jo më shumë se 9 kilometra nga rruga kombëtare. Mund të duket vështirë e besueshme, por në këto anë ka ende banor. Kushtet për momentin të fshat janë shumë të vështira. Si infrastruktura, si shkolla, si nga të gjitha drejtimet që ta marrësh, si nga energjia, nga çdo gjë është shumë dobët. Rinia po ka ikë fare, ka ngel vetëm moshë 3-50 e lart, dhe ata po të kenë mund të ikin nga ky vend, se nuk jetohet, nuk ka asnjë lloj tarme, asnjë lloj investimi, asnjë lloj shpresë për rinin. Edhe unë që nuk jetoj këtu për momentin, se kam marrë këtu për momentin, du mu kthy në Shqipëri, që të bëhet Shqipëria, nuk bëhet. Ke frikë të kthehesh. Unë jetoj në emigrim, edhe kur vje funi, atje e krijoj vend pune, mund t'i rris fëmijët, kurse këtu unë nuk kam frikë të kthehem që të rris fëmijët. Blegtaria ka marrë fund. Mbi gjitha këtu mungon infrastruktura. Bujësia ja, shumë të ka ngel, djerra. Gronë, mesët tash që janë aktivizuar çike duhani. Ke duhani pos me çfarë ta transportojnë. Mungon infrastruktura. Të paktën të jetë gjatja, ujti se për plugimin e tokës nuk vjen shteti ta bëjnë. Por ama bie gjatën, asfaltohet shkretën. Mbi disa herë mat kjo gjatë nga Xipraka ka ikte, vite fushate 50 e maste, vite fushate 50 e maste, ashtohen fandet, ashtohen nuk e dim, kur vje fund e sapit, ngele nigëm kjo pun pa u zbatu. Rreth 150 shtëpi të banuara ka qenë dikur ky fshat, dhe duke patur parasysh se familjet ishin të mëdha, është e thjeshtë të kuptohet se Qerreti nuk ka qenë një vend banimi i vogël. Përkundrazi. Çfarë do shkojmë punë sot? Rruga katastrofë. Mbështetje kanë marrë këtu kjo zonë? Po çam mbështetje do marrë një vend, afadromu bëj pas temat. Këtu është edhe terreni atill tani më këtë kohë sa është dimër. Njerëzit do ikë, detyrimisht do ikë njerëzit. Se pa nuk pat rrugë, pa nuk pat do ikë detyrimisht. Edhe sot Qerreti nuk është braktisur plotësisht. Këtu ende jetojnë rreth 60 familje, mes vështirësive e problemeve që nuk kanë marrë zgjidhje kurrë. Punët katastrofë, si që shef. Shkolla është poshtë e bllokuar, se është bllokuar rruga, ka bërë. Shumë po largohen, se që të vëjnë këtu të? Këtë rrugë rrjet, me ardhë të në Elbasan me shku, sa shpenzime dhe makina. Ndër shumë se vetëm nuk llogaritet nafta, nuk është nafta. Problemi është makina që shpenzime shka tjera, defekte. Nuk mjafton rruga, sepse në fshat ka probleme me ujin, me energjinë elektrike e kështu me radhë. Duket sikur banorët e këtij fshati, për strukturat vendore e padyshim edhe për ato qendrore, nuk janë fare në listë, përveç periudhës së zgjedhjeve, kuptohet. A mund të jetohet me këto kushte? Pa rrugë, pa ujë, shpesh edhe pa energji elektrike. Në Qerret po, edhe pse këtu ka ende një numër të konsiderueshëm banorësh, vëmendja është zero. Bakter Michael është lamas dorë ka qeveria, ka përse Michael gjë parti ka e mojtë djath,
ka rënë për një boshe, as asfalt, kam tu mjaf asfalt. Banor për ikën tëjt, nga keqe, nga vërësi që ka, tëjt ka ikë. Më lagu nga keqe, nga rruga, nga s'ka punësim. Punës fshat janë rësirë. Si të themi në kohën e komunizmit na kemi pas drita, tani gjoja u këthyn demokraci, jemi pa drita, pa rrugë, pa ujë, ujët e pagujmë, dritat i pagujmë, jemi të rregull, këto shërbime na si marrim. Po të ngresh zanë tu, populli shumica shtype, na friksohen, na nuk e di si është puna këtu. Shkolla i qik borë me ra, ata në zanës që i kemi, nuk, edhe mësusi nuk ka faj, se po seh me mjeta, ngelin rrugës, pa ba mësim. Ka shumë banorë të tjerë. Një pjesë druhen të flasin, nuk duan probleme në këto kohë si shtonë. Shkolla ka ende mbi 90 nxënës, çka tregon se Qereti nuk mund të konsiderohet një fshat i braktisur. Largohemi me mendimin e qartë se ky fshat, që i përket bashkisë Elbasan, dikun tjetër në botë do të kishte një bazë të rëndësishme të lidhur me turizmin. Natyra i ka dhënë gjithçka, madje edhe banorët përpiqen, por kjo për fat keq nuk mjafton. Në këtë fshat ka ende banor. Çfarë po presin autoritetet për të investuar, për të realizuar projekte, për t'i dhënë mbështetje? A mos duhet që të gjithë banorët tu të largohen? Dhe më pas ky fshat të mbetet si shumë të tjerë i shkret, e më pas themi na ishte njëherë? Në fakt, këtu banor ka. Ka një komunitet i cili kërkon vetëm një rrugë. Kërkon ujë dhe drita. Janë kërkesat më minimale për një fshat, për një komunitet në vitin 2026. Për Shqipëria Tjetër, Marin Mema.